Shkolla fillore Sali Lisi në fshatin Dobërdoll u shndrua sot në një hapësirë të gjallë tradite, shijeje dhe bashkëpunimi dhe kjo fal panairit ushqimor që u organizua në ambientet e këtij institucioni arsimor. Nxënësit të mbështetur nga mësimdhënësit dhe prindërit e tyre prezantuan një larmi të pasur ushqimesh tradicionale dhe moderne, të përgatitura me përkushtim dhe kreativitet. Çdo tryez përcjellte një histori më vete, duke ndërthurur shijen e veçantë dhe vlerat kulturore dhe punën e kujdesshme që qëndron pas çdo përgatitjeje. Vëmendje të veçantë morën elementet autentike, si enët tradicionale, mënyrat e vjetra të servirjes dhe veshjet kombëtare, të cilat i dhanë aktivitetit një frym të qartë të identitetit kulturor. Një vend të veçantë u dedikua përgatitjes së piteve, ku tradita u shfaq në mënyrë të gjallë, duke tërhequr interesin e vizitorëve dhe duke dëshmuar vazhdimsinë e saj ndërbreza. Atmosfera ishte ngrohtë dhe plot gjallëri, ndërsa gëzimi i fëmijëve pasqyronte më së miri rëndësinë e këtij organizimi. Për ta, ky panair nuk ishte vetëm një aktivitet shkollor, por një përvojë bashkëpunimi, krijimtarie dhe angazhimi të përbashkët. Unë jam Hava Karimani, edhe sot në shkollën tonë vëdëm panairi ushqimor. Është shumë gëzim për ne, sidomos për klasat e gjashta, sepse është herë e parë që jemi duke e bërë. Me para që do t'i mblidhni, çka dëshironi të bëni për shkollën tuaj? Për shkollën tonë unë mendoja që të shkojmë në një shëtitje të bukur, sidomos edhe me klasat e nënta, sepse ato këtë vit do të dalin, edhe më nuk do të jenë me ne. Unë jam Amelia Shabani, nxënëse e shkollës fillore Sali Lisi. Kjo është një ditë e veçantë shumë për ne. Është ndryshe nga ditët tjera të shkollës sonë. Kemi sot panairin ushqimit, ku ne nëpërmjet arsimtarëve dhe prindërve ne shprehim dëshirat tona për gatime, për ushqime dhe për aktivitete të tilla. Sot kene organizohet panairi ushqimit dhe ne jemi shumë krenar për këtë ditë, sepse kjo është hera e parë për ne në shkollën tonë. Shohim se përveç ushqimeve janë të ekspozuara edhe veshje tradicionale. Na thoni konkretisht për çfarë bëhet fjalë? Po, për veshje tradicionale, për ushqime tradicionale dhe kena dekorime tradicionale gjithashtu. Drejtori i shkollës Denis Aliti u shpreh me këtë rast se ky organizim synon të shndrohet në një traditë të qëndrueshme në kuadër të jetës shkollore. Ai theksoi se panairi ushqimor vjen në kuadër të javës së patronatit, e cila nis pikërisht me këtë aktivitet dhe do të kulmojë me manifestimin qendror që do të mbahet ditën e premte. Sot bëhet fjalë për panairin e ushqimit, të cilën e organizojmë si javë e patronatit që e quajmë, dhe në fund të ditës presim që të ketë një buxhet, të ketë një kulturë tradicionale e jona në pahje dhe shpresoj kjo të ngele traditën e të ardhmen. Është e thjesht janë vlera tradicionale, ushqime tradicionale, veshje dhe dekore tradicionale të cilat nuk duhet t'i harrojmë dhe duhet gjithmonë të na ndjekin dhe t'i përcjellim në gjeneratat e reja. Ndërkaq panairi u vizitua nga afër edhe nga një delegacion i komunës së Vrapçishtit, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Evzal Arslani. Me këtë rast ai vlerësoi lart organizimin dhe angazhimin e nxënësve, duke theksuar se komuna i inkurajon dhe mbështet fuqishëm aktivitetet e kësaj natyre. Si komunë e Vrapçishtit, si përfaqësues i komunës Vrapçishtit, njëkohësisht edhe si kryesues i Këshillit Komunal Vrapçishtit, kemi ardhur nga afër, ndjekim aktivitetin e organizuar nga Shkolla fillore Sali Lisi. Gjithmonë i kemi përkrahur dhe inkurajuar nxënësit dhe arsimtarët për organizime të tilla, për të ruajtur ushqime tradicionale, veshjet kombëtare dhe gjithmonë do të kemi përkrahjen e komunës për aktivitete të tilla. Ky organizim, përveç se një aktivitet shkollor, ishte një pasqyrë e vlerave që kultivohen tek brezat e rinj, bashkëpunimi dhe respekti për traditën. Me energjinë dhe entuziazmin që e shoqëroi, panairi vendosi themelet për një traditë që pritet të vazhdojë ndër vite.